وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ajo ka shkuar ndonjëherë menja të pyet një çdo thotë të jesh asgjë. Të jesh asgjë, do të thënë të mos jesh, të mos ekzistosh, të mos qëndrosh. Thjesht të jesh i paqen. Të jetë gjithçka, ti të mos jesh. Gjithçka e gjallë, ti i vdekur. Të gjithë marrin në frym, ti i pa jetë, të gjithë kanë një jetë, ti pa të. Gjithkush rëndon në lumturi, kënaqësi, fatbarësi, krenari, hare e këngë. Të gjithë janë, ti nuk je, ti një asgjë. Mendo, se cili ekziston është, jeton me një shpirt të vetin që aq shumë e do dhe i dhimbse, me një trup që nuk do të hidhet asnjë grim spluhuri përmbi. Çdo njeri ka një pamje të vetën, një fytyrë, një unë, një krenari, një dashuri, një ndjenjë. Të gjithë kanë një emër, ndërsa ti një asgjë, një hiç pa emër. E janë esni shikojmë papinat e rësirat që ku fillot gjithçka jonë. Shikoni në katër anët e hapësirës, gjendet jetë, qiell, yje, diell, hen, ajër, dritë, rësirë, tokë, detra, lumej, liqenë, kopshte, gjelbrime, lule, drujnë, frute e hije. Gjinë që si sunimtarë të këtire mërësive fluturojnë në katër anë me krenarineve të zotërimit. Kaf, shkuaj, shpens, bilbila, pëllumba, këngë zogjish, me mira ngjira, çdo gjë po jeton, e unë e ti, ende asgjë. Pa prit mas, vezullon një dritë, një mirësi e pa fund, një dëshirë hinare mbushur me dashuri për një qenje të dobët, po që do duhet të jetë më e bukur nga të gjitha, sundimtari i bukurrive të krijuara. Kur ja një grusht dhe i qutë, merr një formë shumë të bukur. Një dritë i futet të mbrenda në kraharor dhe ja dëgjohet një urdhë, bini atij në sejdë. Këtu më filloi të vërshoj burimin, deti lloji ton. Tash më filloi historia ime dhe historia jote. Nuk jemi ma hiç. Jetojmë, kemi një emër bashkë me të dhe një gradë dhe një identifikim. Njeri me këmbës dhe robi Allahut. Vëllezër e motra, më thoni për besën e Allahut. Kur do ta shinim këtë qiell të kaltër për mbi ne këto yje? Kaq të bukura që si fener në rinë mbi kokë. Kur do të shihnin hanën, kur do të shihnin diellin, kur do shihnin si ta ndrit ju lutem. Ku do dinë ç'është ditë e ç'është natë. Kur do të shihnim këta detra e thellë e këta lumenj të gjatë. A thua kur do të shihnim këto kopshte plot gjelbrim, këto lule plot ngjyra. Kur do shihje këtë trëndafil të kuqet i merje erë, po vallë. Ku do dihet ti marrësh erë? Më thoni, ku do të kishim ditur të jemi të lumtur, të jemi të dashuruar, ku do të dinim ç'është nën e bab, ç'është djalë e ç'është vajzë. A do të dinim vallë të duam prindrit, e kur të jemi të vegjël të bredhim pas e të shpëtojmë nga vdekja? A do të dinim ti duam fëmijët, a do të dinim të ndjejmë dhimbje për të kujdesim i të ruajmë nga të këqijat? Ku do dije më thuaj ti falish fëmijët një përkëdhelje të ëmbël mbi kokë? A thua ku do të mundim t'i falim gruas një busqeshje të ngrohtë, t'i falim mikut një përshëndetje e një selam?
ku do dilim të qajmë nën, ku do dilim të qajmë babë, fëmijëve Allah kur i fusim në varë. A thua do të dinim të derdhim lot. Më thoni pashi Allah, ku do dinim këto po të mos na kishte dhuruar e mësuar Zoti in, Allahu i gjithëmëshirshëm, të na i fal këto të na mësoj. Prandaj vëllezër të nderuar, mbasi është Allahu ai që e kalli qiririn në jetën sonë, le të digjemi pra vetëm për të, për emrat e tij të lartë. Le të digjemi për miqtë e tij të afërt. Le të digjemi pra për jetimin, të varfërin, bariun, robin, të dërguarin, Rasulallahin, Habiballahin, Muhammedin alayhi afdalu salatu wassalam. Le të digjemi pak për këtë.